Bashkia e Tiranës ka nisur projektin për rikualifikimin e plotë urban të bllokut të banimit në zonën e Selitës. Kryetari i bashkisë, Erion Veliaj, inspektoi punimet e kryera, i shoqëruar nga deputeti i Partisë Socialiste i kësaj zone, Pandeni Majko. Kreu i bashkisë, Erion Veliaj, theksoi se investimi do të ndikojë në jetën e 6.000 banorëve në këtë zonë, si dhe i falenderoi ata për bashkëpunimin e tyre në këtë projekt. Më vjen mirë që ky blok do të sistemoj jetën për rreth 6.000 banorë që i prek e gjithë kjo zonë. Është një nga zonat e populluara rishtas të Tiranës, që ka një miks midis qytetarëve autoktonë dhe qytetarëve të ardhur. Duhet të falenderoj shumë sidomos qytetarët autoktonë, ka qenë më dashamirësit ndaj projektit të bashkisë, më bashkëpunues për të tërhequr avllit, për të sistemuar muret, për të kthyer trotuarin dhe hapësirën publike, dhe do të ftoja që edhe qytetarët e ardhur, edhe ata që janë legalizuar rishtazi, të marrin shembull nga qytetarët e vjetër të Tiranës. Kryebashkiaku tha se investimet në vitin e dytë të mandatit të tij do të përqendrohen edhe në zonat periferike të kryeqytetit, dhe se së shpejti do të nisi një sër investimesh në këto zona si rruga e Krabës, rruga e Zallherit, rruga e Ndroqit dhe rruga e Pezës. Ndërkohë, i pranishëm në këto inspektime, deputeti Majko përgëzoi Bashkinë e Tiranës për këto investime dhe inkurajoi që puna të vazhdojë me të njëjtin ritëm. Kjo do të bëhet një qytet pjesë e Tiranës dhe mendoj se këtu bashkia ka bërë një punë e cila e kalon fjalën shumë të mirë. Prandaj do të thosha që thjesht të vazhdohet me këtë ritëm. Projekti i rikualifikimit urban të kësaj zone përfshin një sipërfaqe prej 6.9 hektarësh dhe parashikohet rikonstruksioni të gjithë rrugëve brenda bllokut, shtrimi i rrjetit të kanalizimit të ujrave të bardha dhe të zeza, ndërtimi i 750 metër linear mure rrethues, gjelbërim, gjithë ndriçimin, sistemimin e kabllove elektrotelefonik e të tjera.